Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po takohemi sot me lejen e Allahut të mënduar për të vazhduar më tutje me ligjëratat tona të përjavshme dhe sikur që e keni të njohur, jemi duke trajtuar emrat e bukur të Allahut xhallahu ala. Një trajtim që po shpresojmë që të na përmirëson gjendjen tonë dhe të ndikon ndikim pozitiv dhe të nevojshëm të duhur në jetën tonë përgjithësi. Emri që do të flasim sot për të me lejen e Allahut të madhruar nuk është një emër, por janë dy emra dhe gjithashtu ky emër nuk është përmend drejt për drejt në Kur'an, mirë po është përmend hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sikur që e kemi përmend më herët, për neve është e mjaftueshme që të përmendet në një nga këto dy burimet, në Kur'an apo në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të kemi të drejtë që t'ja pohojmë Allahut të madhnuar atë emër. Andaj emri që do të flasim sot për të është, ose sikurse përmenda, kombinimi i dy emrave, el-muqaddimu edhe el-muakhiru. El-muqaddim edhe el-muakhir janë dy emra të Allahut azza wa jall, të cilët sikur që thash dhe ceka janë përmend hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në gjuhën arabe, el-muqaddim vjen nga një rrënjë e cila jep disa kuptime. Për këtyre kuptimeve është qaddama, që bën diçka të ecë përpara, ose që bën që për shembull dikën të vendos para dikujt. Qaddamahu alayhi, do të thotë i ka dhënë përparësi para dikujt tjetër. Andaj kur dikujt jepet përparësi para dikujt si person, apo një ngjarje jepet përparësi para ngjarjes tjetër, apo shtyhet diç përpara, i thon qaddama. Ndërsa aqdama, e njëjta rrënjë por i shtohet një elef përpara, përdoret gjithashtu edhe në aspekt të guximit. Do njeriu që ecë përpara drejt armikut, pa u trembur dhe pa u zbrapsur, shkon në drejtim të armikut të tij. I thon miqdam, rajulun miqdam, njeri trim, i guximshëm, i cili nuk zbramset. A ne këto janë kuptimet e përgjithshme gjuhësore që rrjedhin nga rrënja e fjalës, nga e cila ka ardhur edhe emri Allahut el-muqaddim. Ndërsa el-muakhir gjithashtu vjen nga një rrënjë e një fjale në gjuhën arabe, e cila e jep kuptimin pothuajse të kundërt të asaj që jep fjala el-muqaddim. Andaj nëse fjala qaddama është me i dhënë përparësi dikujt dhe me vendos dikë përpara dikujt, atër fjala akharahu i bie ta lë dikën të vonuar pas dikujt. Mos ta lë të shkon përpara, por të lën të vonuar. Akhir i thon diçka në fund. Andaj edhe akhira është jeta e fundit, pastaj s'ka më vdekje. I thon diçka që është e fundit. Andaj akharahu e ka vonuar, e ka lënë mrapa, e ka lënë që do të thotë mos të ecë përpara. Qoftë individ apo edhe si ngjarje e ka vonuar. Për shembull, akhara el-kalam, e ka vonuar të folurit. Nuk ka fol tash, e ka lënë për më vonë. Do të vonim i një veprimi të caktuar gjithashtu përdoret me këtë shprehje. Prandaj nga kjo rrënjë e kësaj fjale në gjuhën arabe vije edhe emri Allahut el-muakhir. Prandaj kemi el-muqaddim edhe kemi el-muakhir. Normalisht në gjuhën arabe përmendim rrënjët e këtyre emrave, edhe pse pastaj në raport me Allahun xhallahu ala kjo ose këta dy emra marrin kuptime ende të shtuara, por padyshim se bazën e gjitha kuptimeve kanë në kuptimin gjuhësor që e përmenda më herët. Ndërsa sa i përket argumenteve që flasin se Allahu xhallahu ala i ka këto dy emra, e thash edhe më herët se nuk janë përmendur në Kur'an, kështu si emra. Nuk ka aludim të drejt për drejt me emërtim me këtë emër në Kur'an. Mirë po kanë hadith. Dhe përderisa kanë hadith, për neve është e mjaftueshme që Allahu xhallahu ala t'i apojmë këta dy emra. Është interesant se këta dy emra kanë ardhur në disa vende në hadithe
dhe aty ku kanë ardhur në kontekst të lutjeve, të disa duave të posaçme që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vetë përmbajtja e lutjeve shumë interesante dhe e rëndësishme për neve, dhe pastaj është përfunduar kjo lutje me këta dy emra të Allah xhallahu ala, që edhe janë pëhuar këta emra Zoti xhalla xhelaluhu. Andaj një nga këto dua është duaja që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe që e transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyre, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli. O Zot, më fal mëkatin dhe ignorancën. Mëkatin që e bëj me dije dhe atë që e bëj pa dije. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli. O Zot, më fal mëkatin tim, gabimin që e bëj, edhe më fal ignorancën time. Wa israfi fi amri. Edhe çdo teprim që e bën çdo punë pe punëve të mia. Kudo që e teproj, kudo që e tejkaloj kufirin, më fal këtë tejkalim, Zoti im. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dhe më fal atë që ti e din më mirë se unë ku kam gabuar. Nga se mund kërkoj falje për atë që e di, mi po ndodh që të kam bërë shkele të caktuara, gabime të caktuara që nuk i di, andaj më fal edhe për atë që unë nuk e di. Pastaj ka thënë: Allahumma ighfirli jiddi wa hazli. O Zot, më fal edhe atë që e bëj kur jam gjid serioz dhe atë që e bëj kur jam në hajgare. Kur nuk hezl është lloj talli ose hajgare ose një situatë ku njëri nuk është bashkë për një me, bën pak hajgare, ka mundësi dhe këtu me të kalu kufirin. Andaj më fal edhe atë që e bën një gjendje serioze dhe më fal atë që e bën një gjendje të një mahije të caktuar. Wa khata'i wa amdi, edhe më fal atë që e bëj, do të thotë gabimisht, pa dashje, dhe atë që e bëj me qëllim. Wa kullu dhalika indi, edhe të gjitha këto që i kërkova janë tek unë. Gjitha unë këto i kam. Edhe i kam ato që i bëj me qëllim, edhe pa qëllim, edhe me xhel, edhe pa xhel, edhe në hajgaren, mahi dhe në përnime, kullu dhalika indi. Të gjitha këto unë i kam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. O Zot, më fal atë që ka kaluar, apo në të kaluarën, dhe më fal atë wa ma akhartu, atë që më ka mbetur ta bëj të ardhmen. Dhe wa ma asrartu wa ma a'lantu. O Zot, më fal për atë që e kam bërë fshehurazi dhe për atë që e kam bërë publikisht, hapur dhe haptas para njerëzve. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dhe për atë që ti je më i ditur për mua se unë. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhir. Këtu është përmend emri Allahut al-muqaddim edhe al-muakhir. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir, dhe ti je për çdo gjë i gjithmonë. Kjo është një lutje për lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që përmenda, që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam përmbledh një varg lutjesh që emëruesi i përbashkët i këtyre është kërkim falja. Kërkon falje nga Allahu xhallahu ala me gjitha këto pika të përmendura në këtë lutje dhe e përfundon lutjen me këta dy emra të Zotit të mënduar. Gjithashtu është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka në hadithin e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar që besimtarët në fund të namazeve të tyre para selamit ta këndojnë këtë lutje, ku është përmend një pjesë e asaj që e cekëm më herët. Andaj kur Aliu radhiyallahu anhu përshkruan namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse është transmetuar tek Muslimi, thot: thumma yakunu min akhir ma yaqulu fi at-tashahhud bayna at-tashahhud wa at-taslim. E fundi që e thon te i dërguari sallallahu alaihi wasallam mes tashahhudit, tahiyatit edhe selamit, e fundi që e thon te namazin e tij është kjo lutje: Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. O Zot, më fal atë që qaddamtu, që ka kaluar, wa ma akhartu, dha që më ka mbetur ta bëj, wa ma asrartu wa ma a'lantu, edhe atë që e kam bërë asrartu fshehurazi, wa a'lantu, atë që e kam bërë publikisht dhe hapur, wa ma asraftu, dhe atë që e kam tepruar, wa ma anta a'lamu bihi minni, dhe atë që ti e din më mirë për mua se unë, për të kërku falje, anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru, la ilaha illa ant.
ti je el muqaddim dhe ti je el muakhir, la ilaha illa ant, nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pos teje. Edhe kjo është një hadith, një argument ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë lutje, në kuadër të këtyre lutjeve për kërkimfalje e ka përmendur emrin Allah xhalla xhelalu. Edhe pse vëllezëruar ne të tema jon nuk ka të bëjë me komentin e duave, por ka të bëjë me emrat Allah xhallahu ala, dhe këto lutje janë sjell për të pohuar vërtetësinë e emrit Allahut al-Muqaddim edhe al-Muakhir. Mirë po, është mirë që me të vërtetë të ndalemi tek këto lutje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ndoshta nuk dim komente të thelluara të zgjeruara, por spaku të meditojmë vetëm rreth shprehjeve që i ka përmend i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Njeriu të cilit Allahu xhallahu ala ja ka falë mëkatet, ato eventuale të vogla që ka pas mundësi me i bërë. Qase kur themi ja ka falë Allahu mëkatet, kjo nuk do të thotë se ka bën mëkate pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah ja ka falë. Qase në esencë, pejgamberët e Allahu xhallahu ala janë ma'sumun, janë të mbrojtur, të ruajtur nga mëkatet. Por megjithatë, për të shfaqur natyrshmëria njerëzore, se janë njerëz, ata gabojnë në raste të caktuara. Dhe ky gabim ka të bëjë me gjëra të vogla, të imta, nuk paramendohet as nuk guxon të besohet se një pejgamber ka bërë gjëra të mëdha. Larg asaj. Sikur që fatkeqësisht cilësohen me veprime të tilla pejgamberët në librat e tjera të shenjtë që janë tek fetë e tjera. Për shembull, të lexosh për Nuhin alayhis salam ose për Musa alayhis salam ose për cilën do pejgamber të Allahu xhallahu ala në librat e tjerë pas Kuranit, patjetër se do të zhgënjehesh, po them kështu kushtimisht, nga këta njerëz. Nuk do të inkurajohesh që këta të jenë shembulltyra jote. Si prezantojnë në këtë mejdan të mëkateve dhe të gabimeve të mëdha që i kanë bërë. Ndërsa në Kur'an padyshim se kudo që të lexosh për pejgamber të Allahu xhallahu ala, patjetër se do t'i duash. Dhe sa më tepër lexon për pejgamber të Allahu xhallahu ala, më tepër kimi i dash. Flas nëse lexon për ta në Kur'an. Andaj Kur'ani i prezanton pejgamberët e Allahut azza xhall si njerëz më të mirë dhe kështu janë. Dhe i prezanton si njerëz që nuk bëjnë mëkate dhe kështu janë. Por eventualisht ndodh që të bëjnë ndonjë lëshim ose gabim të caktuar, apo për tu pohuar natyrshmëria e tyre njerëzore, se nuk janë melaçe, por janë njerëz. Andaj me gjithë këtë pozitë dhe me gjithë këtë trajtim që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikoni subhanallahu çfarë formulimi ka bërë për të kërkuar falje tek Allahu xhallahu ala. Nëse ne që kemi padyshim mëkate edhe të vogla të mëdha dhe kemi lloj-lloj mëkatesh, Allahu na fal, apo ndoshta formulimi jon i vetëm i kërkim faljes o Zot më fal. Dhe kaq. Andaj është mirë që të marrim këto shprehje që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë i përdorim edhe namazin tonë, sikur se ka në hadithin e Aliut radhiyallahu anhu, i cili përshkruan se i dërguari sallallahu alaihi wasallam këtë mënyrë ka kërkuar falje nga Zoti i gjithësisë. Dhe me këtë kombinim ta kërkojmë falje nga Allahu xhallahu ala. Qoftë në ditën e parë që u përmend, qoftë në ditën e dytë. Dhe gjithashtu edhe hadith tjetër, hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili është i gjatë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është ngrit natën më u fal, atëra e ka filluar namazin e natës së tij me një dua të gjatë, të cilën është përmend gjithashtu në fund është përmend kjo lloj kërkimfalje dhe është përmend emri Allahut antel muqaddim wa antel muakhir. Dhe hadithi është i gjatë që e transmeton Imam Buhariu rahimullah tek kapitullin e namazit të natës, se me çka e ka filluar i dërguari sallallahu alaihi wasallam namazin e natës, e ka filluar një dua të gjatë, e cila përmban vetën e saj do të thotë një varg lavdërimesh dhe falënderimesh dhe madhërimesh ndaj Allahut azza wa xal. Prandaj kush e madhron Allahun më tepër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, askush. Prandaj që don Allahun më madhru, mësoj këtë lutje apo spaku lexoj këtë lutje dhe madhroj Allahun xhallahu ala spaku një herë apo dy herë gjatë kohërave të caktuara që ta madhrojmë Allahun xhallahu ala, madhrim që na ka mësuar kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ti lexojmë këtë duan që nuk i dim përmendsh, të lexojmë këtë lutje që bële spaku kohë pas kohe të kërkojmë falje nga Allahu xhallahu ala në mënyrën që kërkonte i dërguari alayhi salatu wassalam. Ndërsa sa i përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhalla xhelaluhu, edhe ky ka disa kuptime. Nga se ne morëm fjalën, do të thotë rënien e kësaj gjuhë, rënien e kësaj fjale në gjuhën arabe,
çfarë kuptime shka. Por padyshim se kur tash bëhet fjalë për kuptimin e këtyre emrave në raport me Allahun Azza wa Jall, atëherë padyshim se marrin kuptime të shtuara sikur se ka më herët. Njëri nga dietarët kur e komenton emrin Allahut al-Muqaddim edhe al-Muakhir, thot al-Muqaddim është ai i cili i vendos gjërat në vendin e vet. Apo janë do të ndoshta këto gjëra qoftë persona, qoftë vepra, qoftë ngjarje, çka do qoftë. Apo i vendos në vendin e vet. Këtë e shtyn përpara, e këtë e vendos më tutje, e këtë e vendos më lart e kështu me radhë. Andaj al-Muqaddim është ai i cili vendos gjërat në vendin e vet. Yuqaddimu ma yasha'u minha. E shtyn përpara dhe jep përparësi atyre që ai don. Wa yu'akhiru ma yasha'u minha, dhe gjithashtu lë që të mbetet më mrapa dhe lë që të vonohet ato që Allahu xhallahu ala don. Andaj nga individat Allahu xhallahu ala i shtyn përpara ata që don. Sikur se kemi mësuar tek emri Allahut el-Ali, i ngrit ata që don. Edhe këtu i bën që të jenë para të tjerëve ata që Allahu don. Dhe gjithashtu bën që të mbeten të vonuar ata që Allahu xhallahu ala don ata. I ngrit disa krijesa në shkalla të larta këdan dhe i lë që të mbeten të pangritur, të vonuar në këtë ngritje ata që don. Bën që të ndodhin ngjarje apo në kohë të caktuar dhe bën që të vonohen disa ngjarje dhe zhvillime që mos ndodhin, vonohen gjithashtu për shkak të urtësive të caktuara. Prandaj edhe sot në jetën e kësaj bote, në kohën tonë, apo për neve konsiderohen disa ngjarje të vonuara. Pse nuk ndodh kjo? Pse nuk bëhet kjo? Mirpo Allahu xhallahu ala i vonon për urtësi të caktuar. Dhe vonimi bëhet në bazë të emrit Allahut el-Muakhir. Andaj dikon e bën që të jetë përpara, e dikon e bën që të jetë i vonuar. Dikush për shembull me emrin Allahut el-Muqaddim me shpejtësi të madhe bartet nga mëkatari në devotshëm. E dikush vonohet shumë që të ngrihet një shkallë më lart. E vonon Allahu xhallahu ala. Andaj këtë e ka shtyr përpara dhe e ka bërë që të jetë para të tjerëve me emrin Muqaddim, nëse këtë e ka vonuar me emrin e tij el-Muakhir. Kjo janë kuptime në raport me Allahun Azza wa Jall, ndërsa kur vjen ndikimi tek ne pastaj do të kemi një çështje tjetër përballë këtyre kuptimeve vëllai. Gjithashtu për kuptimet që dietarët i kanë përmendur është se Allahu xhalla xhelaluhu sillen atyre kuptimeve që i përmenda ose bën që të ketë diçka përpara dhe diçka të vonohet të jetë mrapa. Qoftë këtë jetë në aspektin individual të njerëzve, apo qoftë jetë kjo në aspektin kohor të ngjarjeve dhe zhvillimeve, apo qoftë jetë kjo në aspektin vendor të vlerësimit të vendeve. Andaj, për shembull, e ka vendosur përpara të gjithë njerëzve në botë çabën. Andaj këtë njerëzit në botë duhet ta kenë përpara çabën kur Allahu i drejtohet, jo mrapa. Dhe kush e ka bërë që të jetë kjo përpara e të jetë diçka mrapa? Allahu xhallahu ala. Ai vendos çka don përpara, thash në aspektin njerëzor, ose në aspektin kohor, ose në aspektin vendor. Prandaj bën që diçka të jetë përpara dhe bën që diçka të jetë mrapa. Bën që diçka të ndodhë në kohë caktuar e bën që diçka të vonohet. Të gjitha këto janë kuptime që vijnë nga emri Allahut el-Muqaddimu edhe el-Muakhiru. Prandaj njohja e emrit Allahut el-Muqaddim edhe njohja e emrit Allahut el-Muakhir na mundson dhe na leson ndoshta njohjen dhe analizimin e shumë zhvillimeve dhe ngjarjeve që ndodhin në jetën e kësaj bote. Kur kalojmë prej kësaj dhe kemi të qartë çfarë kuptimi ka emri Allahut el-Muakhir ose el-Muqaddim edhe Muakhir, atëherë kalojmë tek ndikimi i këtyre dy emrave në jetën tonë të përditshme. Fillimisht ajo që duhet ta kuptojmë dhe ndëruar kur bie fjala për emrin Allahut el-Muqaddim edhe el-Muakhir është se Allahu Azza wa Jall është ai i cili e ka në dorë tërë atë që ja pohuam më herët. Ai bën çka don të jetë përpara dhe ai bën çka don të jetë mrapa. Kjo është shumë e përgjithshme. Po duhet të thellohemi në ndoshta marrën disa shembujve
që sqarojnë drejt këtë çështje. Nga sa Allahu xhallahu ala ka thënë ja ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. O që keni besuar, la tuqaddimu. Shikoj ka fjalë tuqaddimu, qaddama, muqaddim apo kërren, la tuqaddimu. Jo mos asni përpara, mos vendosni asgjë përpara asaj që ka vendosur ai që ka në muqaddim. A dini çka ka vendosur përpara? Prandaj njohja e prioriteteve dhe rregullimi i agjendave tona, apo është reflektim i drejtë për drejtë i kuptimit të drejtë të Allahut muqaddim. Ndërsa kaosi në agjendën e preokupimeve, qoftë në mësim, qoftë në adhurim, qoftë në projekte, qoftë në çka do qoftë, vonimi në këtë drejtim është keq kuptim i emrit të Allahut al-Muqaddim. Prandaj emri Allahut al-Muqaddim, ndikimi i tij parë në jetën e përditshme është se na e rregullon listën e prioriteteve, na e rregullon listën e angazhimeve, na rregullon listën e projekteve tona, me çka duhet të mirëmi ne dhe me çka edhe al-muakhir na mëson se çka është pak më vonë. Po edhe ajo është listë, por ajo vonohet. Prandaj al-Muqaddim të mëson çka është muqaddime, çka vendoset në kokën e preokupimeve dhe angazhimeve, e çka duhet vonuar për më vonë. Gjitha këto i mëson al-Muqaddim edhe al-Muakhir. Qysh për shembull apo? Allahu xhalla xhelaluhu për shembull në raport me ose në rrafsht e rregullimit të raporteve me njerëzit. Hajde tash ta rregullojmë me al-Muqaddim dhe al-Muakhir raportet me njerëzit. Apo? Nga se këtu është një kas, nuk është e rregulluar si duhet. A ka njerëz që Allahu xhallahu ala i ka vendosur përpara të tjerëve? Po. Nga se kjo vendosje e njerëzve përpara, raport me njerëzit, po edhe në tjerat, po flas për të njerëzit, bëhet në dy mënyra. Ka mundësi një njëri tjetë para dikujt në aspektin kohor, por pas dikujt në aspektin e pozitës. Apo? Në njëri mund me qenë para dikujt në aspektin kohor, ka lind para ti, por në aspekt të pozitës nuk është para ti. Jepëtër. Ka njerë që kanë ardhë në fund, janë të vënuar në aspektin kohor, por kanë përparësi në aspektin e pozitës dhe respektit. Dhe ka njerë që i kanë të dyjat, do të thotë, i është dhënë përparësi, është përpara në aspektin kohor, edhe është përpara në aspektin e pozitës. Shembull për këtë. Ata që janë përpara neve, edhe në aspektin kohor, por edhe në aspektin e pozitës janë prindrit tonë. Ata edhe kanë lindë para neve, edhe janë para neve në kuptim të aspektit kohor, por edhe janë para neve në aspektin e pozitës. Andaj sot që njërit ngritet, nuk mund të delë kur para babës vetë. Por asë në disa aspektit saktuar të respektit, ose para nënës ti. Gjithashtu edhe në aspektin e prindnor, nga njerë ndodhë për shembull që njeriu mos e din se kujt tja përparësia, babës a nonës. El-Muqaddim tat nonës. Nga se ka mësu, kjepi përparësi nonës. 3 herë i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmend nënën. Ummuka, nëna jote, 3 herë ka thonë. Prandaj shika, edhe fillimisht në kategoritë e njerëzve, Allahu të mëson se kujt duhet të përparësi. Pastaj mbrana kategorive, kujt duhet të përparësi. Ka nga atyre që janë të vonuar nga njëra disa prej neve ndoshta, në aspektin kohor kanë lindë mas neve, janë më vonë. Allahu xhallahu ala nuk i ka bërë me el-Muqaddim para neve, po i ka bërë me el-Muakhir pas neve. I ka bërë në aspektin kohor, por me el-Muqaddim i ka bërë para neve në aspektin e pozitës dhe respektit. Kush janë këta? Këta janë hoxhallarët dhe dietarët, ata që Allahu ka dhënë dija. Mund të jetë i vogël shumë, mund të jetë i ri shumë, apo i vonuar në aspektin kohor, por mund të jetë në aspektin e respektit dhe nderimit, ndoshta sikur të jetë dikush shumë i vjetër. Andaj e dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Ya ummul qaum, i del imam njerëzve, i del përpara njerëzve, u pri njerëzve. Kush? S'ka thonë ai që është më i vjetër, as ai që ka lidhur më herët, as ka thonë ai që është udhëzuar më herët,
As ai që ka filluar mu fal më herët ja ata. Ai që din Kur'an më tepër. Ai ka mundësi të jetë udhëzuar para 2 javë, i del imam njerëzve që falen që 20 vjet. Nga sa i për 2 javë ka arritur të mësoj Kur'an më shumë se ata që falen që 20 vjet. Andaj el muqaddim edhe el muakhir është ai që tregon se kush është përpara e kush është në saf pak më mbrapa. Apo kush duhet më qëndru këtu e kush duhet më qëndru atje, na mëson el muqaddim edhe el muakhir. Pra duhet që në këtë drejtim në rregullimin e raporteve me njerëzit apo të konsultohemi me emrat Allahut el muqaddim edhe el muakhir. Ai na mëson se kush është që duhet dhënë përparësi dhe kush është ai që duhet mbetet mbrapa. Gjithashtu këtu duhet shikuar se Allahu xhallahu ora disa gjërave i ka dhënë përparësi pa ndonjë kuptim të njohur për neve. Por dhënia përparësia e saj është pjesë e ibadetit ndaj Allahu xhallahu ala. Për shembull, tek dhënia përparësi një të riu për shkak të dijes, a ka arsye? Ka arsye. Po, s'është më i dijshëm i dhëna përparësi. E zbulum arsyen dhe për këtë i japim përparësi. Po ka disa gjëra nganjëherë që i japim përparësi. Para të tjerave, jo për një kuptim të caktuar që e dim, por vetëm se el muqaddim i ka dhënë përparësi para kësaj. Për shembull, një shembull konkret, për shumë shembull në këtë drejtim është se njeriu kur shkon me bu umra apo haxh, është një veprim aty domosdoshmë që është ecja nëpër Safa dhe Marwa. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka përfunduar tawafin në Kabe, është drejtuar ka Safa. Është drejtuar ka sa'i, ka ai vrapimi dhe ecja e njohur në mes 2 kodrave, Safa dhe Marwa. Po sa është afru, tash janë 2 kodra. As njëna s'është më e madhe se tjetra. Në të kuptim shumë më vrejt, as nuk ka diçka dallim kjo për kësaj. Mirë po ka thonë, ebda'u bima beda Allahu bihi. Ka thonë Muhammed Esam, po filloj ma që ka filluar Zoti i gjithësisë. Me çka ka filluar Allahu xhallahu ala, ka thonë, inna safa wal marwata min sha'airillah. Andaj Allahu el muqaddim i ka dhënë përparësi në përmendje Safas. Andaj sot për shembull, nëse njëri fillon nga Marwa, sajin deri në Safa, ecja aty nga Marwa në Safa nuk ngjihet. Fillon të numërohet prej Safas në Marwa. Pastaj mu kthy me shku 7 herë atë. Mirë po nëse ka filluar nga Marwa, atë ecje nga Marwa deri në Safa, pse nuk ka qenë mundimshme, lodhshme, ku di çfarë, është vetëm për të filluar ku duhet. Asgjë më tepër. Nuk numërohet ai gjira që e ke bërë në mes Marwës dhe Safës, nga se nuk e filluar me atë që Allahu xhallahu ala ka kërkuar me filluar. Prandaj shika, ka ibadete. Sikur se Allahu xhallahu ala për shembull ka obliguar që në ibadetet caktuara të fillohet me diçka të caktuar, apo e pastaj të përfundohet me diçka të caktuar. Sikur që e kemi namazin. Ka obliguar Allahu xhallahu ala që të fillohet me tekbir. El muqaddim i ka dhënë përparësi tekbirit dhe el muqaddim i ka dhënë përparësi qëndrimit në këmbë. Nëse dikush e fillon namazin me sejdë, apo në sejdë fillon bismillah rekati i parë. A llogaritet ajo fillimi i namazit? Jo, apo. Pse? Nga se el muqaddim ka thonë nuk fillohet kështu, fillohet ndryshe apo. Dhe parandon që na kështu fillojnë me kuptu do gjëra të tjera. Se shikoj sa mirë fillojmë, nuk bën me fillu pi Marvës. Apo edhe e kupton, edhe pse ke shku pi Marvë deri në Safa, absolutisht nuk bezdisësh, as nuk ke nevojë me të argumentosh kush, s'ngjehet kjo e di se Allah ka me Safa. Edhe për shembull, shumë thjesht e kupton pse namazi i dikujt nuk është në rregull, pse ka filluar për shembull me sejdë. Zban normal është apo punë. Po normal është pse ta ka bëu muqaddim normal. Apo se ka mujtë në muqaddim e bën normal me ruku me filluar dhe e kishte pa kuptuar me fillim me qiyam. Po pse Allah na ka mësuar filloni me qiyam, filloni me tekbir, na duket kjo punë normale apo. Dhe nëse dikush e ndryshon renditjen e fillimit të namazit dhe e ndryshon mbarvajtjen e namazit, po ne vesh kjo e papranueshme, apo edhe vetë me bë me gabu, themi se s'kemi namaz, gabova. Për shembull, e dim shumë mirë se kusht i fillimit namazit është fillohet kusht është me thonë Allahu Akbar. Që njëri veç thot i qen durt edhe sot Allahu Akbar. Fillon thot hajde inshallah. Se harrova këtë radhë apo do të prish namazin. Qase tekbiri thëni Allahu Akbar, Allah e ka bëu muqaddime. El muqaddim i ka dhënë përparësi.
dhe ka kurzu që kështu të fillohet, nuk fillon qysh ka dasht ai që cakton si të fillohet, s'ka namaz. Po edhe el muakhir ka vendos, ai që është el muqaddim tash ka vendosur që fillim apo ka dhënë përparësi tekbirit dhe qëndrimit në këmbë. Po edhe el muakhir, me emrin el muakhir ka kurzu që fundi i namazit janë bit teslim, me dhon selam. Gjithë njeri para se me dhon selam, apo cingron telefoni edhe qohet e kap telefonin e flet. Ama s'ka dhon selam. Se ka përfundu adhurimin sikurse e ka kërkuar ai që e ka emrin el muakhir. Namazit është në rregull? Nuk është në rregull, absolutisht. Njeriu fillon me agjëru. El muqaddim i ka thonë, filloi agjërimin nga agimi. Apo, nëse fillon dikush agjërimin nga lindja e diellit, nuk e respekton vijën e fillimit që e ka vendosur el muqaddim, a pranohet agjërimi i tij? Jo, apo. Nëse fillon el muqaddim ka thonë filloje, i ka dhënë Allahu xhallahu përparësi agimit para lindjes. Sa ka mund të më kon agjërimi për lindjes diellit? Ka mund të më kon. Ama kush i ka dhënë përparësi lindjes së agimit para lindjes së diellit? El muqaddim. Ti ke respektuar fillimin dhe ke filluar agjërimin e ditës tënde me agim. Mirë po, nuk e ke respektuar el muakhir, i cili ka thënë se fundi i agjërimit është kush? Akshami. Ke bëj iftar mas i kindis. A ngjehet? Nuk ngjehet. Këtë e dinë shumë mirë. As nuk kanë për ders, as nuk kanë për ndonjë mësim të posaçëm, e kanë mësuar këtë punë. Apo duhet me fillu me tekbir, duhet me përfundu me selam, duhet me fillu abdesin këtë mënyrë, el muqaddim e ka caktuar një tertib, apo fillohet me këtë dhe përfundohet me këtë, nuk mund me marr abdes pi konva tu ila. Apo se el muqaddim këmbët i kalon në muakhir, apo e kalon në fund, si kalon në fillim. E respekton të abdesi, e respekton të namazi, e respekton të agjërimi, e po mirë prapë marr. A respektojmë el muqaddim edhe el muakhir në përmirësimin e veteve tona, me ato që na mirëmi, me ato që na preokupohemi. A nështë edhe këtu ka mundësi me konë që ke fillu apo pa tekbir, ke fillu pa tekbir përmirësimin e zemrës, je marrë me diçka që nuk takon ty, el muqaddim ka thonë zban me nisë qështot, du të me nisë ndryshe përmirësimin e gjendjeve tona. E këtu e kemi të qartë listën si kurse ceka, ndikimi i këtij emri është të na përcakton listën e prioritetit, me çka dush më marr ti? Çka është për ty, për gjendjen tonë prioritet i jote? Çka është? Me çka dush ti më marr? Dhe gjithashtu, në qoftë se në periudhën ku duhet shërbyer me emrin Allah el muqaddim, shërbemi me emrin Allah el muakhir e prishëm atë. Do të më ditë ku më shërbim me el muqaddim dhe ku më shërbim me el muakhir. Andaj për shembull disa njerëz që mirën me disa gjëra që ato janë pjesë e fesë, nuk mundem ato me i mohu. Janë pjesë e fesë. Mirë po, a janë ato pjesë e agjendës së këtij personi për kohën dhe moshën dhe situatën dhe pozitën e tij? Që kjo është ajo që duhet ta përcaktojmë. Për shembull, disa njerëz çështja e për shembull të folit për njerëz. Nxjerrja e gjykimeve për njerëz. Filoni është për shembull bidaçi. Filoni është faqezi. Filoni është mosvetëzi, filoni është qafer, të li farë shpreje, të li farë gjykimesh. Po? A kanë folë ulemat për njerë që shto? Ti kthejesh në për libra e gjonë, ka thonë imam filoni, ka thonë për dikon, kjo kështot, sahi. Apo ka që kanë folë. Dhe është dash me folë për njerëz, për të mbrojt fene Allah të azogjel, për të mbrojt hadithin, kanë folë për transmetues. Mirë po, kuptimi i emrit Allahut el muqaddim, atë jep ty mundësi që ti me bëj çka ka bëu dikush që s'ka qenë situatën tënde dhe si ti në pozitën e tij, që kjo është jepta. Ti merr me këtë punë, po në bazë të kuptimit tëm el muqaddim, kur të vjerani për ty. Merr me këtë problem, merr me këtë temë, merr me këtë çështje, merr me këtë ndodhi, në rregull është. Unë s'po them që nuk duhet më marr kurse, dikur të marr me disa punë. Mirë po, në bazë të njohjes së emrit Allah el muqaddim edhe muakhir. Nëse nuk është në rregull, absolutisht, dhe është keq kuptim i thellë i emrit Allah el muqaddim, në qoftë se për shembull një njeri apo nuk e ka përfunduar njohjen e gjërave që e prishin abdesin. S'din. Apo na dim që me shku në banjë me kry nevojë prish atë abdesje. Po këtu janë dy sene veç.
Apo abdesja veç me 2 sene prish, ka hala më shumë tjera. Nuk e din. Ose nuk din për shembull sikur që kemi folur disa herë, çfarë gabime përmirësohen nëse bën namaz, e cilat janë gabimet e papërmirësueshme namaz. Kjo çështje personale Allah, kjo ka të bëjë me ty, me veç me veten tonë. Gabim eventual që bën namaz, e që përmirësohet dhe gabim eventual që bën namaz e që nuk përmirësohet. A ka kështu? Ka kësi gabime. Ndodhin këto gabime. A i njohim në të gjitha këto me emrin e Allahut el-Muqaddim? Tek çështja e besimit, apo sa ka gjëra që kanë bërë me tauhidin, e me shirkun, me punë që janë të përditshme vëllaptan, ty të bëjnë vakia, ose i ndodhin të afërm me tu, ti nuk din çka më u thon. Që kjo është el-Muqaddim. Merr me atë që të përket me situatën tënde, me pozitën tënde, me gjendjen tënde. Ato gjëra që janë prej feje, po nuk janë të pozitës tënde, leje ato në fund. Apo andaj disave jepi përparësi me emrin e Allahut el-Muqaddim, e disa tjera shty me emrin e Allahut el-Muakhir. Ka se ka të gjëra që Allahu te bareke ve teala nuk ka pranuar shtyrje. Duhet në mënyrë emergjente më krye ato. Nëse disa gjëra i ka toleruar, bën pak më vonë ato. Që është el-Muakhir. Njohja e kësaj na është një ndikim me të vërtetë i rëndësishëm që këtu ka shembuj shumë apo në jetën tonë, por po e rrumbullaksoj me atë që kanë fillim. Duhet që emri i Allahut el-Muqaddim edhe el-Muakhir të ndikon në rregullimin e agjendës tonë jetësore, e listës së prioriteteve dhe preokupimeve, me çka na duhet të miremi, e me çka nëse i vjen koha miremi. E nëse nuk i vjen koha, kur nuk miremi. Edhe s'bëhet kurrë nëse nuk miremi. E po çka nuk bën pa to, pa u marr, pa çka nuk bën me jetunin e kësaj bote, pa çka nuk bën me kalu ditën, nuk bën pa ta. Pa çka bën mu vonu ka pak aja, bën mu shtyja ka pak. E cila është aja? Kjo qoftë në aspektin e dijes apo qoftë në aspektin e adhurimit. Emri i Allahut el-Muqaddim edhe emri i Allahut el-Muakhir na mësojnë renditjen e kësaj. Dhe gjithashtu sikur që e përmenda para së gjithash, emri i Allahut el-Muqaddim edhe el-Muakhir na mësojnë edhe kënd duhet me ndëgju. Kush është muqaddime, kush është mas parë më ndëgju e pastaj më shku me radhën. Apo Allahu ka la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Emri el-Muqaddim mëson se ajo që e kryeson listën e autoriteteve që ti i dëgjon dhe i respekton, fillimisht është Allahu xhallahu ala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pastaj fillon me u rendit. E njerëzit e kanë këtë të çrregulluar. Për shembull, ka njerëz që ja përparësi epshit e tij, e ja përparësi mendimit të tij, e ja përparësi mendimit të hoxhës së tij, e të imamit të tij, e të shokut të tij, e të mikut të tij, para mendimit të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Para shpallës, do të them, para fjalës së Allahu xhallahu ala, të Allahu xhallahu ala dhe asaj që i shpall Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj sa mos pajtime mes muslimanëve sot vallahi kishin më urrënu, më ufik, nuk do të ekzistonin fare. Po ta kishim kuptuar të gjithë ne muslimanët drejt emrin Allahut el-Muqaddim edhe el-Muakhir. Ajt mësën, kanë duhet mas pari me këqyr, a ka thonë në i senës, ka thonë, tani me shku ma tutje. Ka gjëra që Allah Gjellewala i kalon të hapura. I kalon të hapura. S'ka regullat të detajzuar në te. Ani, masaj, hapët rruga për të ndëgju dikën tjetër. Po përderi sa verzioni shretik është i kompletuar dhe i detajzuar, mos kalon dikën tjetër. Nëse Allah ka obligu që kjo el-Muqaddim ka unë, kjo është e para. Nëse el-Muakhir pasaj thot, e kjo vjen pak ma vona. Me dit njëri qka me ndëgju, me dit njëri qka me respektu, me dit njëri me qka me fillu me përmirësu, me dit njëri me qka me fillu me ledzu. Kejto, me qka me fillu, me qka me bo, ti mësën el-Muqaddim. Qka me ilun për pak ma vonë, ti mësën el-Muakhir. Pa dhe regullimi i kësaj është që është e domosdoshme që thash duhet më marë çdo musliman me te. Gjithashtu në kuadër të kësaj është edhe ajo që ka të bëjë me punët e dunjas edhe punët e ahiretit. A kene të rregulluar këtë rënditje, apo se çkafe duhet dhënë përparësi, në kohra të caktuara, në vendet caktuara, në shtatë caktuara, ku ne duhet dhënë përparësi më tepër? Andaj el-Muqaddim mëson se kush është prioriteti jetësor është ahireti. El-Muakhir thot e dunjen mëse që të komplet, ama që të pak më poshtë.
Se al-muakhir thotë që të pak më poshtë, më vonë, disa gjëra të dunjas. Andaj sot njerëzit për shembull japën përparësi më të madhe fitimit të caktuar në dunja, ndërsa u ik më të madhe fitimi i ahiretit. Nëse Allah xhallahu ala thotë ul akhiratu khairun wa abqa. Ahireti është më i dobishëm për juve dhe është ai që mbetet, ndërsa dunjaja është që shkon. Andaj edhe rregullimi i raporteve mes dunjas dhe ahiretit, rregullimi kujt duhet dhënë përparësi në situata caktuara, rregullimi i asaj se çka duhet me hiq në situata të ndoshta konfrontimit mes angazhimit për dunja dhe angazhimit për ahiret, është ndikim i emrit Allahut el-Muqaddim edhe el-Muakhir. Prandaj edhe në këtë tim, ne si musliman nuk e kemi të rregulluar si duhet apo listën e prioriteteve se për çka duhet punuar më tepër, për çka duhet angazhuar më tepër, por edhe ku vjen konflikt, s'ka kohë për të dyjat, apo e kujt duhet dhënë përparësi, s'ka kohë, për të dyjat nuk ka kohë. Nuk ka kohë, edhe kaq me flajt, edhe kaq me vujbale, s'ka mundësi, bin konflikt. Apo el-Muqaddim çka të mëson këtu, kujt e mëson përparësi, besoj që nuk është bash ajo që ne gjithmonë i japim përparësi. Prandaj el-Muqaddim dhe el-Muakhir ta rregullon edhe në rast e konfliktit kur s'ki kohë, ose në rastet e konfliktit kur s'ki mundësi me shpenzu, ose në gjitha rastet e tjera të mundson ta njohësh saktë dhe drejt mënyrën se çfarë duhet përzgjedhur dhe çfarë duhet në përparësi. A kët apo atë e kështu me radhë, thash gjitha këto janë të rregulluara me emrin e Allahut el-Muqaddim edhe el-Muakhir. Nëse ka Allah emrin el-Muqaddim, po el-Muqaddim ai është më i dhon për me vendos çdo gjë në vendin e vet. Kësaj përparësi para kësaj, këtë projekt të rregulluara. Edhe në njerëz apo edhe në kohë, edhe në vend, edhe në vepra dhe çdo gjë. Ka mësua Allah xhallahu ala kur dy vepra vijnë ndesh në me tjetrën, e s'ki mundsi të dyat me i kry, nuk është e mundshme, el-Muqaddim të japi kësaj para kësaj përparësie. Ama kjo është fik që duhet njëri me mësu në kuadër të ndikimit e tij të emrit xhallahu ala el-Muqaddim edhe el-Muakhir. Ka ndikime të tjera të shumta që i kanë përmendur dietarët, por pasi kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, nuk po duam të fillojmë me ndikimin e dytë, nga sa ndoshta merr kohë pak më tepër se që lejon koha e dersit të parë, andaj më kaqëm po i dho fund pjesës së parë, pastaj vazhdojmë inshallah në pjesën e dytë me pikat e mbetura të ndikimit të emrit Allahut el-Muqaddim edhe el-Muakhir. Allah e shpëlbeft me kaq po i përfundojmë sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam.